Të dashur miq, mirë mbrëma. Jemi si çdo të diel nga ora 7 deri në orën 9, jo më pak se një orë, jo më shumë se 2 orë. Kështu e lam. Jo, unë mendoj që të konkurrojmë kryeministrin. Kryeministri bëri një podcast 9 orë apo 10. Ulo njeri, sa i dhe ha buk një në 2 ditë apo jo. Goditje të tilla nuk konkurrojmë dot ne. Pra të dashur miq, rikthehemi përsëri ditë e diel, data 16 mars 2025, shumë shpejt në ethet e zgjedhjeve. Partitë politike të gjitha kanë filluar mbare prap Shqipërisë, por edhe jashtë vendit, kontaktin me zgjedhësit. Sa të dashur që bëhen partitë të kura për zgjedhjet. Përpjekjet tona ishin, meqense gjatë javës kishim zhvillime pas primareve, por dhe pas asaj luftës së ftohtë dhe të nxehtë brenda Partisë Socialiste për të nxjerrë kandidatët qoftë në listën e mbyllur dhe në listën e hapur. Në fund dolën listat dhe me thënë të vërtetën ka pas bolle nga kjo trev, ca pretendojnë që kanë origjinën tej, ca thonë kanë lidhje të forta shpirtërore, ca thonë që kanë kondukte se janë jashtëzakonshme. Për atë pozicionin e deputetit të gjithë kanë një dashuri të jashtëzakonshme edhe gjithsesi aty nuk ishte gati për të ardhur në crossfire. Dikush priste nga Tirana, okay, dikush ka udhëtuar jashtë për të marrë pjesë në një event të diasporës për të treguar dashurinë e madhe për diasporën, edhe politikat e mëdha që janë duke përgatitur partitë për diasporën, për të rikthyer në vende për të riintegruar. Shpresojmë që kjo të ndodhë me qeverisjen e re pas datës 11 maj. Gjithsesi, vendosëm të sillim sot në studio partinë e opozitës, partinë më të madhe të opozitës, Partinë Demokratike, me 2 përfaqësuesit më të lartë lokal, me zotin Shpëtim Ahmeti për Partinë Demokratike Saram dhe zotin Eriger Samiti për Partinë Demokratike Delvin. Mirë se erdhët në studio. Është kënaqësi, urojmë që të krijojmë një atmosferë që të flasim lirshëm. Kemi boll gjëra për të thënë, për të ndarë me njëri tjetrin. Hajde të ndajmë së bashku sot këtu dhe pastaj së bashku të ndajmë me qytetarët. Në radhë të parë të nxisim, të motivojmë ata për të marrë pjesë në zgjedhje dhe për të votuar kandidatët më të mirë. Me qëllim që qeverisja e nesërme të jetë një qeverisje më e mirë se kjo që kemi sot. Zoti Ahmeti, si ndjeni, u pëlqen studio? Ngjyra? Ose u shep pjek më të njërë, dhe sharë një komedi tim më të kënaqshëm, po me qësë... Jo, unë zgjodha kollare me peshaninë e zgjodha blu, për ty për shtator e emisionit, por... Dukun tëne ke bërë më të mirë nga toni, janë detyruar nga formati i emisionit. Unë i përkas asaj pjesë sportive, por njërë da kishe blu, sot i kemi ardhur në Eleget, do ishe mirë akoma, s'fondin e zyre. Okej, regjia, dëgjojeni mirë. Jeni mirë me zërin e gjitha. Japim pak fjalën e hyrjes edhe zotit Eriger, se pastaj të mbledhim mendin me reklama shpejt dhe pastaj të kemi hapësirë për të folur. Po jo, flasim. Eriger, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjitha. Pra pas një mandat i sa të gjatë në Forumin Rinor, një mandat 1 vit e gjysmë në Forumin Rinor. Dhe tani më përpara kryetar seksioni, drejtuesi i departamentit të antikorrupsionit, dhe tani kryetar partie. Si ndihesh tani? Si do duket pesha? Pesha është e madhe, por jo pa eksperiencë apo pa përvojë, pasi unë vi nga një familje drejtuesish të Partisë Demokratike dhe i madh ka qenë drejtuesi i Partisë Demokratike në vitet 95-99 dhe sekretari i Partisë Demokratike në vitet 93-95. Po ashtu dhe kushuriri i parë Djel Xhaxhaj Tahari Meri ka qenë drejtuesi i Partisë Demokratike në vitet 2013 deri në vitet 2021. Fakti që shumë nga pjesëtarët e tu të familjes kanë qenë të lidhur drejt për drejt më aktive me Partinë Demokratike, jeni në gjendje që të kuptoni ku jemi me përqindje sot pas kaq vitesh? Është rritur Partia Demokratike në Delvin? Ka arsye për të rritur? Si e shikon me optimizëm? Partia Demokratike është rritur në Delvin, dhe kjo e tregojti dhe në zgjedhjet e vitit 2021 dhe në zgjedhjet lokale të vitit 2023. Kemi një rritje kundrejt palës kundërshtare, flasim gjithmonë për bërthamën e Partisë Demokratike. Ka një rritje të antarësisë. Këtë rritje treguan dhe
zgjedhjet që unë isha kandidat për kryetar partie në 20 Sa antar morën pjesë në primaret në zgjedhjet për kryetarin e në partisë? 450 antar që janë në lista, që ka dhe shumë të larguar në antarësia që ka ndalë jashtë shtetit për arsye sepse regjimi detyroi të largoheshin, kanë marrë pjesë në të dyja zgjedhjet, dhe në primaret dhe në garën për kryetar partie rreth 250 antar. Më shumë se Ka qenë e njëjta pjesëmarrje. Dhe ka dhe një frym shumë të mirë, dhe strukturat janë të përgatitura dhe me aleatët po bashkëpunojmë. Unë kam qenë edhe në emigracion në diasporë, kam bërë takime dhe kam qenë dhe në Kjato, kam qenë dhe në Athinë. Dhe si ishte fryma? Fryma ka qenë shumë e mirë. Kam takuar shumë delvinjot dhe shumë të tjerë që nuk i njihja, që ata më njihnin mua nga babai, po ta them, që ka qenë drejtues, djali Filanit. Po. Dhe kam pat një mbështetje të madhe të jashtëzakonshme, biles shumë delvinjot më kanë premtuar që do vinë, do votojnë në Delvin në 11 maj. Zoti Bajrami ka një aktivitet me fondacionin e vet në Delvin dhe e njeh situatën, e njeh gjendjen në Delvin, po kështu zoti Ahmeti, për shkak të origjinës vet, jam i sigurt që ka një mendim, një vlerësi për Delvinën. Pra, qëndrojnë këto që thotë zoti Ahmeti për Delvinën? Si është, meqense ju udhëtoni shpesh edhe për Greqi? Thoshte që pjesa e Partisë Demokratike në Delvin, ose uson Partia Demokratike në vitin e Delvin, ka qenë më konsoliduar parandajt e Gjordiale, që përndajt e Gjordiale para 2015, ka qenë më konsoliduar dhe që qenë e ndajt e Gjordiale e përçau, po thuaj, në futë gjithë Saranda, Delvina, Gëneshpoli, në futë në qarkën e Vlorës, u ikën dhe institucionet kryesore dhe qytetit Sarandës, jo më të Delvinës, që s'ka asnjë institucion, dhe sot kuptohet që edhe ata intelektualët e mirëfillt që ishin në Delvin apo edhe në Sarandë, edhe në Sarandë i kanë ikur shumë institucione që janë bërë për në Fier, në Vlorë, janë kthyer në detyri rajonale. Nga vajtë qoftë edhe në Tiranë. Kjo, siç u ka sjellë dhe shumë sektore të tjerë në vendin tonë largime, u ka sjellë edhe Partia Demokratike, grupime politike. Kjo kuptohet. Unë do të thosha që Erigesin e kam njohur nëpërmjet të Jadit, është një djalë punëtor, një djalë i mirë. Kuptohet që situatat politike të kohëve të fundit kanë qenë dramatike në Partinë Demokratike. Sot Partia Demokratike është në atë lartësinë e duhur që pretendon të marrë pushtetin, pavarësisht me ato trauma që pësojnë që nga 2017-2019 në vazhdim, duke derisa arritur dhe burgosjen e izolimin në shtëpi të liderit historik o sekretarit Partisë Demokratike zoti Berisha që kemi sot. Dhe ato që tha Erigesi më pajtojnë plotësisht, sepse fryma e ndryshimit nuk është vetëm të demokratëve, është e gjithë popullit shqiptar. Është në Sarandë, është në Tropoj, është në Gëneshpol, në Shkutor. Ne na del përgjegjësia ta menaxhojmë të frymë. Si ta menaxhojmë frymën e qytetarëve që bëjnë ndryshimin, është përgjegjësia jonë. Si drejtues lokal, për ai pjesë në zakon për të bërë politikën tonë, kuptoni që atë pjesë ka dhe Delvina dhe Saranda, edhe degët e tjera Finiki, Gëneshpoli, Himara, dhe gjithë qarku i Vlorës. Unë pjesën që tha Erigesi do të shtoja të Partinë Demokratike që qarku të Vlorës, sa thonë, po më shumë të flasë për Sarandën dhe Delvinën, i larguar Rinia. Ja themi me dhimbje, sepse edhe pambrëm konkretisht me sekretarin e Degës për një takim me forumin rinor për Partinë Demokratike. Ishin një grup djemsh edhe vajza të rinj që është përdalur keq, që kishin ato pretendimet e tyre për jetën, po nuk gjejnë ku ta aspirojnë dhe ku t'i zgjidhin sot në këto situata dhe në të shtetë që ne jemi sot. Po si një situatë institucionale komplete refraktare ndaj nevojave të tyre. Ndaj nevojave të tyre. Por
Në qoftë se do të ishte ndryshe situata, nuk do ishte kjo gjendje e rinjës, jo vetëm në Sarandë, kjo është në Delvin, kjo është në Finik, kjo është Shkronjspor, është në gjithë Shqipërinë. Rinia ka të paktën nga 2013 këtej, që ka ardhur në pushtet rilindja, ka marrë të tjetër, ka marrë, unë dëgjova dhe tjenë, si që kemi dëgjuar dhe ju në atë bugatës e kryeministit që kishte bërë me ata kandidatët, të cilët sa ata duan marrë pasaportë evropiane, duhet të votojnë pësën, por harroi që pasaportë evropiane u ka dhënë në 2013, sepse shqiptarët janë integruar, janë bërë evropianë, kanë marrë pasaporta. Dhe vetëm ai gjë që bëri, kryeministi që nuk i la shqiptarët me pasaportë evropiane që votojnë, sepse nuk pranoi ato propozime që bëri Partia Demokratike në parlament që vota e diasporës të përfshiheshin rreth qytetarë shqiptarë që janë pajisur me pasaporta evropiane. Kjo është Shqipëria evropiane. Edhe Shqipërinë ahollin dhe tezat të tjera këto që mos ta marrën në periudhat e erdha, mos e kthejnë periudhat e erdha, por periudha më të erdha se çka parë ke vënë 2013-2025 nuk do ta njohë rrota e historisë. Ne jemi akoma, ju që jeni më të rinj, edhe ne jemi akoma që marrim vetëm pak të moshës së dytë dhe tretë, do ta shikojë dhe ta vërtetojë historia se sa periudhë e errët ka qenë kjo 2013-2025. Me janë bërë djemë dhe vajzat famkeq në tërë botën, na shikojnë kudo si kur jemi tregtar droge, thonë të drejtën, me një orientim rinor patkeq faktikisht e shikojnë asë. E drejtoi rinin për shkak të nevojave të mëdha që kishin, drejt një fushë ilegale, praktikisht. Jemi duke vuajtur efektet e këtij lloji zhvillimi. E drejtoi rinin drejt kultivimit të drogës. E drejtoi ata që kishin mundësi dhe bashkëpunim me pushtetin, bëjnë drogë, ai s'ka mundësi, gjejnë rrugën e ikjes, largimit në për Evropën, në ku të gjejnë vend punësimi. Ne për fatin e mirë, edhe kjo është fati mirë që kemi një shtetin Çin, Greqinë, e kemi afër, edhe kemi pagu mundësia të pagu mundësa një Greqinë për 32 vjetësh, njoh shumë shqiptarë, shumë familje shqiptare, të cilat janë integruar, dhe tani që ishte mundësia e regjistrimit që ata të votojnë atje, nuk një pjesë nuk u shkon mendja që të kthehen më dhe të vend. Nuk u iku shpresa, nuk shoh drejt në fund të tunelit. E kemi pagu dhe pjesë të errta të kohëve të shkuara. Po të paden një në ushtirë shpresa, ushtirë mënyrë që do vinë vendin e tyre të investojnë, të integrojnë, të punojnë. Ne, nëse do ta kthejmë, i kemi marrë në analizë, unë kam fati që jam në ata Këshillit Bashkiake dhe bashkë me zotin Bariami, edhe u shohëm se çfarë po afrohet, çfarë shërbimi po afrohet qytetarëve nga pushteti lokal, çfarë qytetarë u afrohen nga pushteti qendror. Se në pushtetin qendror vetë grabitjes, të punave, për të bërë sorte me ndoshta para, nuk e di origjinën, parave të zezë, parave të pista, parave të droga, po e gjenë njerëzit jashtë nga shtëpia nga dia dhe flatën për turizëm. I zoti Manuel Njemit, që qenë drejtori i turizmit disa herë, flatë për turizëm elitar në një qytet që minimalja nuk ke ujë 4 orë. Ku ti thua turizëm elitar? Turizmi elitar përfshihet që nga struktura e rrugës, që po japën sot që nuk ke parkinge në qytetin tonë, pastaj nuk ke pastrim, pastaj vetëm për të bërë buskuq që një bulevard që bëhet me para të rrugës, hapet sot shqepet nesër, hidhen parat pa pikën e përgjegjësisë dhe hidhen nuk marrë një përgjegjësi ku shkojnë. Vjetu rregullua, vjetu rregullua, nuk është mbushur viti. Po që vjetu u bë si vjet rruga tek policia ushtrua në pas Krishtlindjeve, dhe bjerë shqepu në skrep në rruga e re asfalt i ri. Po shqepu në skrep, është skandalore. Thonë që të flasën për jetë normale dhe të thuash të dalit të thotë jetë evropiane. Është skandal. E di se ku ndodhem. Megjithatë, këto janë gjëra që preken flasën pak për politikën. Ne si parti politike Dega e Sarandës, Shqipëria për ne përfshim dhe në një të da them procesin e primareve, do të thosha në kuptimin e but figurativ, një përplasje të brendshme për
për jo përplasje me shoqërit, por përplasje për të bërë më të mirën, për të zgjedhur më të mirën dhe për të respektuar parimin që vetë Partia Demokratike e ka në statutin e vetë. Po, statutor, e ka statutor. Megjithatë, u arritu bëj proces, në thanë bëj proces aty në kërë që ndruam me timin, ne që më hoqim procesin, më bëjmë proces injektor. Pati pjesëmarrje? Pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht përfaqësuese, ishte edhe 690. Që do të thotë, këta antar partie të cilët morën pjesë aktive në procesin e primareve, do të kthehen në punëtor të palodhur elektoral për Partinë Demokratike dhe koalicionin? Opozitar? Unë shpresoj shumë se do të kthehen. Unë shpresoj që do ketë edhe më shumë në Do të fakt. ketë edhe më shumë. Sepse qëllimi i kësaj bisede sot është që të flasim për ta kapur, le të themi, aksionin opozitar, por edhe gjendjen edhe rezultatin e prishëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës në shumë plane. Flasim qoftë nga ana organizative që sapo filluam të flasim, por edhe për çështje të tjera si ato që ju i përmendët disa, dhe unë kam edhe një studim këtu të profesor Artan Fugës, i cili thotë, gjatë periudhës së Covidit, për ta bërë mësimin më interesant, bëra një studim e burrasiti, detyrë, të studentëve çfarë pune me se merren burrat në qytetin tuaj. Edhe nga përgjigjet që mori, thotë, pjesa më e madhe, sidomos moshat të reja dhe të mesme, ikin në emigracion, janë emigrantë. Që thamë, sapo e thamë. 2. Një pjesë punojnë si në punës së bashkisë, janë shtuar shumë këta. 2 kategori. Mbani më si kategori. Sepse në fund dua të vendosim së bashku, duke marrë parasysh këto kategori, çfarë rezultati synon opozita? 3. Një pjesë tjetër janë punëtor për shërbimet e bashkisë apo publike, si ujësillësat elektrik, pastrim, paqe, ndoshta nuk ka paqe. Pra përgjithsisht varen prapë nga bashkia, paguajnë nga bashkia. 4. Një pjesë punojnë në një sipërmarrje në një kompani që merr tendra nga bashkia ose ka përfituar nga prona publike. Pronari është dhe pronar dhe ideolog dhe shef politik i punëtorëve të tij dhe i detyron, i kërkon të votojnë atë që ai zgjedh dhe dihet bashkinë dhe shtetin, qeverinë. S'kan qenë nga sa rënda këta që i kanë thënë mua ose. Një pjesë tjetër janë kryefamiljarë që marrin ndihma sociale nga bashkia, prapë të varur nga bashkia. 6. Një pjesë tjetër kanë biznese të vogla, kafene në një kebabtore, qoftë e bërse, ku shkojnë pinë kafe këto grupet e para që sillen rrotull bashkisë. Grupi 7. Ka dhe një pjesë që kanë ndonjë hall nga vjen partia. Dikush të më thonë i bani çdo leje, një tjetër të tregoj avllim, tjetër të bëjë zjerin banje, apo pusetat e rrugës, e kështu me radhë. Shpet, këto 7 kategori, duke vëqenja nga migrantët, dhe të këta nevojtarët, që kanë të lidhur me bashkinë, jetën e tyre. Këta njerëz do të votojnë pushtetin, apo mendoni ju që ka një pakënaqësi të akumuluar për të votuar opozitën? Unë mendoj se ka një pakënaqësi të akumuluar dhe do ta votojnë opozitën. Partia Demokratike gjithmonë në zgjedhje ka hyrë me program. Ka hyrë me program të Jo fortë. si këtë herë. Këtë herë ishte për të marrë shembull, me sinqeritet. Ka hyrë me program. Pavarësisht që ka ndihmuar shumë edhe partitë si Motra Evropiane. Shumë herë ka hyrë me program. Shumë herë ka hyrë me Po këtë program. radhë është Ka hyrë me një program të fortë, një program të ngjeshur, një program për popullin, ndërkohë që kundërshtari gjithmonë në çdo zgjedhje ka hyrë me tepsi, me timon, ka hyrë me tani ka dalë me pasaportë. ka dhënë me Pati pasaportë. unë e kam marrë me vete. Nam Kam marrë me vete Asnjë program. nga një partisë më marrin edhe Martele Evropiane. kam një koment online nga Flori. Po, Flori herë na shan, herë na mbur. S'ka problem. Po kësaj radhe po thot, nga njëra anë thot veten në Atinë dhe ju thot shqiptarëve hajdeni dhe punoni se kam mirëqenie. Dhe nga ana tjetër u thot shqiptarëve votoni për mua se do era pasaporta të ikni. Kish molloi. molloi po. Po. Molloi. Flori ka të drejtë fakt. Në Delvin neve për shembull Partia Demokratike ka me se të prezantohet edhe ka me çfarë ta krahasoj pushtetin kur ajo ka qeverisur edhe pushtetin kur ka qeverisur e Majta. Si në zgjedhjet e para në vitin 92 për shembull, Partia Demokratike ka bërë investimet e para në Delvin, rrugën Delvin Muzin, ka si institucione, e bëri Delvin në rreth,
kishte gjykat, kishte hipotek, kishte drejtori tatimesh, kishte prokurori. Sot një investitor të huaj, edhe unë, familja ime ka patur një biznes, një mobilieri në ato vite, kur kemi patur edhe një shoqëri Del Sol, që prodhonim karike. Pas 97-s u larguan këto biznese, u larguan edhe këto drejtori në pushtet që e majta atë kohë. Në 2005-ën erdhi Partia Demokratike prapë në pushtet, filloi prapë zhvillimin e qytetit. Mos gaboj, në 2007-ën kur morën zgjedhjet lokale, kryeministri Dr. Berisha e vizitoi brenda vitit qytetin e Dervinës 4 herë, ndërkohë që kryeministri aktual në 12 2 herë ka në Dervinë. Kishin filluar pasonerit atëherë. 2 herë ka në Dervinë. Dr. Berisha e vizitoi qytetin 4 herë. Dhe çdo projekt që jepte i ndjeri kryetari i Bashkisë Durim Alinani, ai e firmoste dhe ato projekte ktheshin në investime. Rrugë në lagjen Xhamahall, rrugë në lagjen Kasapaj, rrugë në lagjen Çorra, rrugë në lagjen Llat, rrugë në lagjen Barrati, trotuare, ndriçime, rrugë në fshatin Llan, shkollë në fshatin Shian, rrugë në fshatin Rustan, rrugë në fshatin Bamatat, në Stjar, në Vllahat, qendra shëndetësore, shkolla. Kushtëri Lindja ka 12 vjet s'ka vënë asnjë kurrë. Na ka bërë vetëm një shesh atje, një shesh të madh, që tani s'ka dhe këmbë njeriu të ka qesh, nuk e di se çka ka bën, ka bllokuar gjithë qendrën. Pse kam përshtypjen që në përgjithësi rezultatet elektorale në Delvin kanë qenë rezultati trafiqeve të influencave? Po ashtu edhe kanë qenë. Kryesisht në Delvin. Shiko, Delvina ka qenë. Kryesisht në Delvin ka qenë trafiqi. Delvina është një qytet i vogël i cili ka ngrënë goxha baca. Deri më sot. Dhe po ha. Dhe po ha baca në mënyrë konstante. Të gjitha ato biznese, të gjitha ato projekte që vinin në Delvin dikur, edhe që Gersi me shumë të drejtë që kanë qenë, investitorët edhe ata që kryenin punimet ishin lokal. Të shikosh praktikisht në momentin aktual, të gjitha firmat që marrin tendera në Sarand nuk janë lokale. Kjo ndodh në gjithë Shqipërinë. Nuk janë lokale. Ka një dorë me njerëz të cilët vinë nga larg, zakonisht të panjohur për qytetin, të panjohur për individët lokal, të cilët marrin në punë pastaj, individët lokal. I nuk kontraktojnë, nuk i bëjnë vetë. I nuk kontraktojnë. Në fund fare një sër firma të vogla ose punëtor lokal i bëjnë të gjitha. Një sër firmash lokale që ke pasur në Sarand, të cilët kanë pasur të gjitha kapacitetet për të menaxhuar të tëra llojet e punimeve që ishin në Sarand, sot i shikon në gjendje gati për të mbyllur. Disa prej tyre janë mbyllur. Ose janë kontraktorët e atyre. Ose janë kontraktorët e atyre. Edhe tani po përpiqen të mbijetojnë për bukën e gojës. Po mirë. Thjesht për të qendruar Të provokojmë pak se me që unë jam i majti i qendrës. Të provokoj pak. Po jepi para. Meqense ju jeni zyrtar, le të themi, të Partisë Demokratike. Këta sipërmarrës, të cilët janë pa kënaqur, me të drejtë janë pa kënaqur. E pranoj dhe unë, me të drejtë janë pa kënaqur, se i njoh shumicën prej tyre, nga Konispori deri në Delvin, përfshi Sarandën, Filiqin, pse jo dhe Himara. Partia Demokratike, nëpërmjet jush dhe aktivistët të partisë i ka kontaktuar dhe mundet që këta të kthehen në fuqi elektorale për Partinë Demokratike për shkak të pakënaqësisë akumuluar. Me të drejtë. A mundet? Meqense jeni në biznesmen, Ta bëj, po. ta ndaj me që se ja për e dymi, po ta bëjmë si... Po, jo së bashku, po. Unë do të amis ka ato profesor Fugër, të këtë para. Ato janë realitet. Po mos të harrojmë që të tërë ata që kërkojnë të marrë shërbim nga bashkia dhe nga shteti, do votojnë kundër asaj bashkie dhe kundër atij shteti. Ati do pushtet lokal. Dhe çdo shtet u ka mbyllur dyert në Turinë. Nëse do të vinë në muajin nëntor, do duhet vini të jatuam një agjësi për legalizimin që do jetë bashkë. Një bashkëpunim në kadastës me kështu ndodh me gjitha njësit vendore. Se mbanë gjërëve edhe funksionon, sa kam informacion funksionon në një të fshehtë, për patronazhiste, jo për qytetarë. Dhe gjim ka dalë një agjësi, për mua është agjësi elektorale, jo agjësi në shërbim qytetarëve. As i qytetarë s'ka më shërbim. Dhe thomi do legalizojmë të pronat e pa rregulla.
po ti nuk ke legalizuar pronat e rregulla. Bashkia më ka marrë qytetarë, mi 806 më ka marrë nga 4 milion, 5 milion lek, minimalja. Pa marrë ata që kanë gërmuar e kanë bërë investime e kanë bërë. Këta njerëz do të japë votën as ati pushet. E këta njerëz janë që vjen të paktën unë nga kontaktet që kanë dhe një tjere që përreti dhe me biznesmen që janë kthyer në nënkordator të oligarkëve të mëdhenj që vinë nga rrethet ose kanë identitet pa njohur sepse edhe të qendrat të kombëtarit biznesi nuk janë vërtetësuar me identitetin e tyre apo në numrin e tyre janë shtuar me emra të rrënd. Ka dhënë kapitale të rrënda dhe vinë dhe drejtojnë të gjitha parat publike jo vetëm në Saran, por në të gjitha rajonet e jugut të patrit kemi Në gjithë Shqipërinë. Unë flas për këtë. Sa parë to që njoh ne nga dhe. Dhe ajo pjesë që ne jemi çdo ditë me ta. Të patë unë personalisht për profilin e aktivitetit tim që kam, aktivitet në shërbim të publikut, nga të tia bizneset, i shumë njerëz shumë të pagënaqur. Më shumë të pagënaqur janë të majtë. Ne thomi me njëri tjetër që të majtët janë rrëç, vërtet janë rrëç. Janë rrëç si ata fanatikët e PD-s, siç jam edhe unë, siç jam i Gersi, që nuk lëvizin nga PD, por nëse bien do pushtet PD. As ata të majtët nuk e bien do pushtet PS-n. Janë këta njerëz pikërisht që përmendi profesor Fuga dhe janë edhe këta investitorë që përmendet juve që nuk marrën asnjë lloj tenderi as para publike në Bashkia Saran, flatën për Saran dhe konkretisht ai kolegu i foli për Delvinën, apo dhe në Polisport, apo dhe rrugë që shtrohen në përfshatra, në Mança, në Dhimbër, që kanë parë që kanë shkelur, nuk i kanë investitorët të qytetarëve tona, apo të bashkive Si motra. I kanë të motra, i kanë Të huaj. Të huaj në kuptimin se Po që janë jo nga kështu që në këtë pikpamje, unë mendoj që Partia Demokratike është arrabtar. Kemi punë për të punuar, sa që nuk duhet të ndjerë lodhja për të punuar. Kemi projekte të mëdha, jo për vendin, se për vendin Partia Demokratike ka treguar i përmendit e kolegu im dhe nuk është nevojë të përmend. Partia Demokratike që ajo që 2005-2009 asfaltoi të gjitha rrugët që shkonin në buzë të detit. Ktheu turizmin, i ktheu shqiptarit, ose shkonte me mirë dhe buzë të detit të paktën mbaj mend që nga Karaburuni e këtej vajti asfalti në anë të detit. Vajti në vitet e qeverisë së Partisë Demokratike. Kjo qeveri dhe kryeministri nuk e din si shqiptarët do ta votojnë kur ki ka ngelur në buzë vetëm tavë. Kur ki ka ngelur do mirë nocë rrokull. Unë mendoj që shqiptarët janë kthejnë nocë rrokull në resto. Dhe nuk janë shqiptarë ku ta mëjnë. Vërtet është i popull fukara, i përpunueshëm. Dhe ndaj e kanë bërë qëllimisht. Jemi popull kënaqur të fundit, që kemi ditur të dalim dhe nga situata më të rënda nga ato që po kalojnë, nga lufta më të rënda ato që kalojnë, me vështirësi është një popull që është mësuar edhe dhe e çlizoi edhe politikan vështirësinë e këtij populli. Unë them që la kthejnë është një kryeministër që vetëm i bullizon, vetëm i taf, vetëm do vendon, nuk e di se si ta votojnë. Hiç mos jetë socialist, as demokrat, mos jetë një shqiptar i thjesht. Pa si përgatitur si duhet të vatosh. Nuk e më di se si. Unë shpresoj dhe Partia Demokratike që në programin e saj ka vlerën njerëzore, ka vlerën familjare, ka vlerën qytetare, ka dinjitetin njerëzor. Unë e tham që do doja që në këtë emision sot të dilte përgatitja e Partisë Demokratike, si po përgatit Partia Demokratike, ku e ka fuqinë, ku e ka forcën për të marrë pushtetin në 11 maj. Mbase, duke e vendosur përballë me kundërshtarin, ata që qeverisën sot, mbase do ta kemi më të lehtë për ta bërë gjë. Dhe konkretisht, folëm që për shkak të kësaj ke qeverisë, Partia Demokratike me seriozitet, pasi Partia Demokratike në qendër, së bashku me ekspertët e huaj, i kanë kundërvënë përballë qeverisë sotme një program të detajuar për Shqipërinë që ky thotë 2030 apo 2050. Nëse kemi një qeverisje e cila qeveris pa program, sepse në to 30 e fundit nuk kemi parë ndonjëherë program. Sot kemi Partia Demokratike ka nxjerrë një program dhe shkenar për të program dhe shpresoj që shqiptarët për atë program ta votojnë.
Ma e ka qenë Jana? program, shumë pjesa ati programit janë një përsëritje që ne i kemi parë, ato janë të testuara domethënë në politikën kombëtare të biznesit, praktikisht i kemi parë si të suksesshme, ato kanë favorizuar taksa e shesh 10% ka favorizuar goxha Po zhvillimin. ka dhe shumë elemente të rinj besoj, sepse edhe më duhet ta juaj, besoj vërtet. Ka goxha më edhe Për të ikur nga ajo të vinë në nivel vendose, ajo është përgjegjësia e Partisë Demokratike dhe departamentet që kanë në qendër. Ndërkohë që kemi të famshmit patronazhist, që të gjithë i përklasin, edhe ata vetë përklasin njëri tjetrin, që sipas tyre është mënyra organizative më e mirë elektorale, Partia Demokratike si i përgjigjet kësaj skeme. Dhe të mos vazhdoj përsëri unë t'i lë dhe kolegut hapësirë. E treta, Partia Demokratike me listën e saj të mbyllur dhe të hapur, si i kundërpërgjigjet, ku e shikon avantazhin, ku e shikon ju avantazhin kundrejt listës së mbyllur dhe të hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës? Ta vazhdojmë pyetjen Po. së parë Anë organizative. çështjen e programit të Partisë Demokratike të Partia Demokratike në qendër ka afruar ekspertë më të mirë partijak dhe jo partijak, specialistë më të mirë të fushës në territorin e Republikës së Shqipërisë. Këtë doktor Berisha e bëri në 2005 dhe i ra një rezultat që Shqipëria se kishte parë ndonjëherë. Në parte jemi koshient të 2005-2009 ka qenë qeverisja më e mirë e Partisë Demokratike në këto 30 vjet. Përfshi këtu programi i Partisë Demokratike është bazuar dhe në këtë qeverisje në 12 vjeçare të kësaj qeverie që ekziston sot. 12 vjet qeverisi pa program ka marrë pushtet vetëm me merit vetëm 2013, që Partia Demokratike e pranoi, u largua nga pushteti, se votuan shqiptar, po prap u largua, mos të gabohen, me 57 deputet. U ndryshuan dhe ekuilibrat politik sepse Po, të majtë u bashkuan edhe. Dhe PD-ja si fort po dinë më 57 deputet. Kjo ne si demokrat na bën krenar për disa gjëra. Të parë tamam për listën e mbyllur. Nuk ka asnjë listë prefekte gjithmonë në politikë, jo në politikë, po duhet të jesh një listë prefekte sepse kur ke shumë të mirë, atje pak vende janë, nuk do dalën në pushtet të gjithë deputet. Që deputet janë. Sa do janë më të do të janë. Unë e shoh listën e Partisë Demokratike me të mira të këqija, e shoh një listë serioze, e shoh një listë me personalitete politike intelektuale, duke krahasuar me listën e kundërshtarit. Ka gjithmonë listat e tilla. Tani dim të listat e hapura. Dhe listat e hapura që ka bërë flatë në qarkun e Vlorës, që sot i marrë një për një, pavarësisht se shofte listat e kundërshtarit ka bërë lista vetëm në bashkim interesash. Bashkim të ardhuash ose bashkim parash. Po të marrëm një mikun tonë deputet Dokin Lajo. Dokin Lajo është një biznesmen evropian. Si duhet Partia Socialiste dhe çfarë do t'i japi ai ku niveli i Lajos është shumë lart nga i kremisë shqiptar. Niveli i kremisë shqiptar është në niveli mesatar të një shqiptari. Si që e shuar, nuk e thon padura shkafar, është niveli pavarësisht sepse ai në jetën e tij ka përdorur sa e ka njohur si kryeminist, intelektual nuk ka njohur, por ka treguar vetë intelektual, ka përdorur vetëm lafologjinë e diskriminimit të njeriu. Asnjë gjë tjetër nuk ka punuar gjë të re ta mësojë njeriu. Ose ka përdorur batuta në çdo fushat, nuk ka përdorur kur program, po vetëm batuta, vetëm ofendime, vetëm bullizime, që të arrijë një burr, një kryeminist, po dhe një burr normal, të bullizojë një femër me mikrofon në gojë si në zgjedhjet e 2021, ishte skandaloz. Dhe prap ne vim tek njerëzit e PD-s, pse ne jemi krenar. Ne kërkojmë votën me krenari, nuk kërkojmë votën me patronazhist. Unë aty që punon patronazhist për një parti, dinjitoze, ore halal fundin e ta kenë, po patronazhist që i ka marrë. Punon në telefonet, do thotë që edhe juve sistemin e rjetëzimit politik e keni në rregull.
të vish të patronazhist, që ti marrësh nga Partia Demokratike, ti punësosh në bashki, në shërbime publike, po dhe për hipoteka në tjera nga miri po një patronazhist nuk jep do të shërbimi qytetarit. Nuk jep niveli sot i administratës është në niveli mesatar i kanë pasur Shumë nevojtar keni dhe te Partia Demokratike. Zoti Lapaj me një nga intervistat e veta, atë Pik Lapaj, tha që në Saran, tha, sot 5 drejtorë në bashki janë demokratë. Po pra janë të Nevoja e merituar, nevoja? janë të blerë. Shitemi dhe blejë. Shiko. Sot shitemi dhe blejë, po njerëz në fund mundi njerëz kemi. Jo, mua me thënë vërtetën, të them sinqerisht si qytetar. Po. Majtas në qendër gjithmonë. Më ka munguar me thënë vërtetën. Shumë ministrat e Partisë Demokratike më ka munguar këto. Më ka munguar shumë ish kryetar bashkie. Sinqerisht. Ish drejtor, më ka munguar. Fillove të ngacmosh tani më. Jo pra, nuk është normale. Po pse s'është Nuk është normale? normale kjo mungesë serioziteti, burërie, përkatësie e këtyre individëve të cilët kanë marrë nga Partia Demokratike. Edhe qëndrojnë larg, edhe qëndrojnë larg, po. Ë? Dhe më kanë bërë përshtypje të jashtëzakonshme. A nuk e ke menduar ndonjëherë mua që një pjesë e madhe e demokratëve të radhës janë njerëz me shpirt, njerëz me energji, të cilat japin falas. Pa ndonjë lloj interesi, dhe kështu i kanë dhënë faktikisht gjithmonë. Dhe në fund kur Partia Demokratike ka dalë në opozit, një pjesë e madhe e tyre e kanë gjetur veten në opozit tashmë pa asnjë lloj shansi për të marrë më në punë. Ndërkohë ku disa njerëz të cilët e kanë shfrytzuar pushtetin edhe dhun shumë herë pas here, domethënë, në fakt nuk i përkisnin asaj linje me zemër të Partisë Demokratike. Dhe një pjesë e madhe e këtyre njerëzve të cilët kanë qeverisur Partinë Demokratike nuk është se gëzojnë respekti e masës. Nuk e kanë gëzuar edhe në një. Brejtje ndërgjegje nuk kanë të njerëz, asnjë lloj brejtje ndërgjegje? Brejtje ndërgjegje, jo më buri dhe i mbamën ti socialistët diku në 2013 si rinin në llogore mundon, duke pritur sapo të dilnin në pushtet. Një pjesë e tyre kishin filluar që të bashkoheshin edhe me Partinë Demokratike, kishin filluar të vinin rreth e rrotull, mundon të kapnin nga ndonjë pozicion këtu atje. Ose kanë 2015, jo 2013. Kur Në 2005, falme. në 2013 apo jam. 2013. Se nuk e kemi nga do anën dhe pushtet. Nuk e dinin se nga, po kishin qefin e kishin për pushtetin, qefin e kishin për vendin e punës, kishin filluar që të angazhoheshin diku, mundon të kapnin nga ndonjë gjë, mundon edhe rinin prisnin aty në llogore, mundon se çfarë do ndodhte në atë moment. Edhe se socialistët e kanë të qartë edhe këtë gjë, mundon në momentin që doli Byreku pastaj mundon edhe Revania, filluan të shpërndan njerëzit. Shiko, ka gjë që unë nuk të pajtoj me ty, nga të gjithë për ata ishët. Qose edhe ti ndaven disa kategori, dhe një zimi kategori të çështjen e ishave, unë nuk pajtoj në këtë drejtim. Të patën tani sa kam një muaj sa në drejtimin e Partisë Demokratike, kam kontaktuar me shumë ish. Nuk janë të gjitha shumë. Bile po të them që 80% e këtyre ishme janë pozitiv që të ndryshoj pushtetin. Dhe ata ndjejnë më shumë nga të gjithë sepse njohin dhe terrenin politik. Padyshim, jam krejtësisht dakord me këtë pjesë. Janë më me përvojë. Jam krejtësisht dakord. Ka dhe nga njerëz që edhe janë blet, ka dhe nga njerëz që janë të nënduar, ka dhe nga njerëz që kanë dhjetur kartonin e prokurorisë. Kartonin nuk bëhet fjalë. Ka dhe nga njerëz që duhen qasur dhe më. Bile duhet bërë blok ose qasën për të. Nuk i kënë nder, as jo elektoratit djatë, nuk bëjnë nder as qytetit. Megjithatë, strukturat e Partisë Socialiste janë strukturat e 1946, moson 1921 që të vënë o Partia Komuniste. Dhe janë të trashëguara. Nuk ka bon, ADN-ja e Partisë Socialiste është ADN-ja e Partisë Komuniste, është një tajqim. Këto struktura morë dhe një mbështetje nga kjo qeveri, nga krye ministër,
që nuk bëri gjë tjetër 12 vjet, tjetër propagandë, se çfarë bën, po ne që po e prekëm me duar, me këmbë, me kokë çdo ditë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe shohëm edhe jashtë, përveç se që ka bërë propagandën dhe shkatrimin e investoi të gjitha para publike në shkatrimin e profitit, ja realizoi në vitin 2021 që 2022 që izoloi dhe jetan e pozitit, po them që sot Partia Demokratike për ta thënë me gjithë gojë jam krenar për shembull për atë të tjerë që jam. Unë personalisht jam ndaj Partisë Demokratike nga 91-shi, 18 shkurt 1991-shi. Nuk kam patur ndonjë drejtim dhe nuk shpresoj të kem ndonjë drejtim në Qeverisjen nëse. në qeverisjen e nesër, dua që Përderia të vinë pushtet, të bëjë të mirë Shqipërisë, të bëjë të mirë vendit, të bëjë të mirë shqiptarëve. Me PD-n profitojnë të majtet të djathtë, profitojnë të gjitha përkatësitë fetare, krajinore, kudo që të jenë, nga Veriu, Tropoja deri në Polispor. E ndalojmë këtu sepse mesazhi ishte i fortë, mesazh për gjithë qytetarët, pa dallim me politike fetare krajinore, nga Saranda, nga Konispoli në Vermosh, për t'i dhënë mundësi regjis për të na bërë një pauzë të shkurtër me reklama. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care.
Jemi gati, Se kemi regjia. tash. Pra jemi në pjesën e dytë të emisionit. Pas disa minutash reklama, falenderojmë sponsorët tanë, duke filluar nga sponsor general Ramos Saranda, Intermedica, Supermarketet Alfa, Home Decor dhe Hotel Dexamil. Ju falenderoj që na ndiqni, nuk e di si është ndjekja. Keni komente? Kemi jo. Ka antar Partisë Demokratike dhe qytetarë që ndjekin emisionin. Ka, kemi pasur edhe socialista që na kanë ndjekur faktikisht. Deri tani kanë parë me ëndje që na. Prandaj ke qenë kaq i qetë. Na kanë. Se ke qenë i patronazhuar. Jo, mo. Është patronazhimi është i përhershëm. Nuk mund të ja u heqësh këtë gjë antarë. E ke gjetur patronazhin? E ke gjetur? Timin jo, akoma. E ke afër në lagje apo Se besoj, nuk. Jo na kanë përjashtuar fare në nga lista. unë jam i sigurt që mjek do ta kesh patronazhistin. Nuk merren më në. Mjek do ta kesh patronazhistin. Po, se duhet e njeh ti. Po, Vë basi e njeh ti tani. qyteti i vogël, në një lagje jetojmë edhe shkollaj, e kupton? Ha? Në shkollaj po ta gjetur Ja, patronazhin. do ta shikojmë. Unë timin e njeh. Unë timin e Që njeh. jemi në punë primit patronazhizmi. Kur ne demokratë jemi të tërë patronazhisht për një qëllim. Po. Ne kemi një qëllim, rrëzimin e kësaj qeverie. S'ka tjetër. S'ka duhet patronazh. Tani Unë jam interesuar të di çfarë pune po bëhet në strukturët e Partisë Demokratike dhe me që Dervina ka qenë më pak aktive në bisedë, e ftojmë përse zotin Amiti të flasim për Dervinën. po unë doja që të thosha diçka në fakt. Po thuaj. Edhe vazhdim se. Po, thuaj. Hadi. Ka një kontrast midis kësaj qeverisje dhe asaj që ka qenë. Është e vërtet, se po thosha diçka domethënë, edhe në një farë mënyre një pjesë e demokratëve nuk i kanë pasur qef disa prej atyre që kanë drejtuar dikur. Nuk i kanë pasur qef për shkak të ndoshta ndonjë abuzimi që kanë parë edhe një kontakti të ulët me nevojat e popullit. Gabime të tilla ka pasur. Por ama duhet jemi realist dhe të qëndrojmë drejt kur i shikojmë ato gjëra që kanë ecur, janë bërë gjëra të mira pafund. Do doja që të kujtoja sa familje shqiptare, sidomos në këtë pjesën jugore dhe qendrore të Shqipërisë, janë prekur nga ajo iniciativa që u duk si e çmendur në fillim të pyllëzohet Shqipëria me pemë frutore. Me harrore të këto. Ha? Po, bra. Mendo se sa familje shqiptare kanë vjellë ullim. Mira dhe mira dhe mira. Familje të majta atë të tjera. Të majta dhe të tjera, po pa dyshim. Të majta dhe të tjera. Dhe që më nga një para të kjerë për bujësin, gjithë shua për bujtinat Pyllëzuan male Madre. kodra fusha më, pyllëzuan male kodra fusha me pemë frutore. Kjo ishte një nga ato iniciativat, të cilat, për të thënë të vërtetën, u ndihmua nga shteti, po pavarësisht asaj gjëje, pati një mbështetje të jashtëzakonshme. Ajo është një nga gjërat të cilat do t'i ngjelet historisë. Pavarësisht se njerëzit dar nga do ta harrojnë se kush eksaktësisht e hodhi këtë ide. Po ishte Berisha që e hodhi atë idenë edhe në momentin që e ka hedhur, unë mbaj mend agronom edhe të mirë dhe asaj kohe më mundon që thanë kjo është çmenduri s'bëhet dot. Po ja u është sot, ti ikësh nga Saranda deri në Tiranë dhe shikosh gjithë kodrat rrugës më vonë të pyllëzuara me ujë. Po çoj me tonelata vaj ujë jashtë. Ma? Të kemi parasysh më vonë sasinë e madhe të iniciativën për legalizimet. Shumica e legalizimeve që kanë ndodhur në atë kohë. Sot kemi 4 vjeçar që vinë edhe ikin me legalizime kritikisht modeste. Jo, vazhdojmë legalizime, po Legalizime po bëhet me kritere. Nuk kam kritere. Po jo. Numri bëhet fjalë domethënë që ka qenë një numër i jashtëzakonshëm i ndërtetave që janë legalizuar në atë kohë. Edhe njerëzit i legalizonin domethënë me bono, me ato pagesat. Edhe nëse ndonjëri edhe ka hedhur ndonjë lek në dorë, kanë qenë lek minimale. Praktikisht tani të rripet lëkura që ti bësh cajna këto gjëra. Ono? Le të flasim një çik për parcelat që janë dhënë rreth rrotullt Sarandës.
sa prej tyre po bëhen me 4 vjeçar. Njerëzit e Sarandës me zi presin qytetarët e Sarandës, të cilët kanë vendosur, kanë dhënë shtetit një 3 milionëshe, apo një 4 milionëshe, apo një 6 milionëshe për të bler ato terene për të ndërtuar një shtëpi diku në kodrat e Sarandës, në zona preferoll Sarandës, me zi presin të vinë zgjedhjet që të bëhet kjo fushata edhe të ndihmohen sa 30 prej tyre, janë 150 prej tyre, ndërkohë që më përpara ndihmoheshin nga 1000. Ka me mira prej tyre që nuk e din se kur do të munden, nëse do të munden ndonjëherë, ta marrin ato tokë mbrapsht. Kemi një 800 familje të cilat kanë humbur të drejtën mbi pronën, praktikisht sepse i është dhënë me kthim kompensim një familje të madhe. Një 800 familje vlerësohet domethënë, të cilat janë të prekura, të cilat i kanë dhënë bashkisht nga 3 milion, 4 milion, 6 milion, sa i kanë dhënë. E sot nuk ka absolutisht asnjë lloj strategjie, askush nuk shqetësohet. Juve si këshilltar, me që të dy jeni këshilltar. Jo, se është çështja tek këshilli kjo. Jo, Kjo është çështja e një Pse nuk e bëni një pjesë politike. aspektuar politik që ti inkurajoni këta njerëz dhe të ngrihen të protestojnë. Të gjeni forma proteste, Ore, këta njerëz janë forma që kanë humbur. këta njerëz janë çuar dhe do të çohen përsëri më, no? Edhe megjithatë, fakti është që nuk ka asnjë lloj strategjie, asnjë lloj politike të qartë se si eksaktësisht do të menaxhohet ky lloj problemi. Ju po them se, jemi Askush nuk në është periudhë në zgjedhjesh. yes. Unë mendoj që partitë politike, qofshin opozit, qoftë në pozit, duhet të jenë vazhdimisht aktive në aksionin e vet politik, po dhe në retorikën e vet politike. Me thënë të vërtetën, edhe për shkak të gjendjes së medias në Sarandë, që na shtyu dhe ne për të marrë të iniciativë të sipërmarrje intelektuale për krijuar hapësira për të diskutuar për problematikat qytetarëve, me thënë të vërtetën lë shumë për të dëshiruar. Se për shembull, si e përcollët juve si Parti Demokratike para ca ditësh pash një protest të qytetarëve të Berdeneshtit, në cilët cënohet prona, nësa dëgjova. Pash një protest tjetër të taksixhinëve në bashki në lidhje me licencën. Edhe pse unë kam parë komente individuale, qoftë nga zoti Ahmeti, qoftë dhe nga individë të tjerë. Por themi, tek foltoria e Partisë Demokratike, përse në mënyrë të përditshme ju nuk i qëndroni në ballë aksionit politik. Nuk është... Po. Jo, ma provoj të punë, s'ka problem. problem. Unë thjesht duhet që unë ngacmoj që ju, ato që nuk kanë do t'i thonë, Jo, shumë i bëjnë nga së shiko. Çështja e këshillit, të paktën unë sekretari i grupit shqiptar, i cili është i bashkuar dhe sekretari i tonë në aktivitetet, edhe çështja e taksive kemi marrë një qendrim shumë korrekt, derisa kemi rezultuar në projekt vendimin e bashkisë që i sakatepse gjithë taksixhinët. Përsa një fund, sektorin e transportit dhe sektorin e taksive, një pjesë shumë e madhe e taksixhinëve ose licencat e taksive janë përdorur për çështje elektorale. Patjetër. Nëse Si çdo gjë tjetër, si çdo gjë Nëse tjetër. taksiet në qeverisjen e Partisë Demokratike që kishin një kryetar Mond Gjoka që kishin sekretar, ishte diku te 76, sot janë 125. Për çfarë ka dhënë këto, ka dhënë vetë thjesht për fushat. Sot në Sarandë taksixhinët janë të sakatepsur në informaliteti. Po. Ai heq uniformën e polisit dhe shkon të punon taksixhin. Sot taksixhin ose ai që punon në punë më të ndeshme është njeriu më i persekutuar i organeve ligjbatuese. Nëse të gjitha makinat me tajpa personalizuara ose ti thonë në thojtë atë fortet e shtetit atë pushtetit, të rrimi trotuare vetëm nuk kanë hipur i balkonet dhe shtëpive, dhe s'ka shans politikë, taksixhin politikë dhe nga veshi, sepse nesër i dele për para me dhe pasagjerë. Kjo ishte një pjesë që në ata taksixhin, unë jam i bindur që unë personalisht kam kontaktuar vazhdimisht edhe kontaktoj, nuk do të thotë që ne dalim të jam dhe probleme nga Shqipi, sepse edhe ajo mungesa e mediave sa mungon e fever, pastaj do të ketë çështjes të pronarë, ku ka protestuar për pasqyrat. Unë personalisht kam dhënë intervistë, kam komunikuar me ata, e kam vitur edhe në Këshill ditën e mbledhjes, që ishim aty,
që nuk më dhanë asnjë lloj përgjigje dhe në krijesim e fundit. Nuk ishte askush i sensibilizuar nga bashkia për atë që ndodhte atje para kolegëve. Atë janë rreth 150 familje që për dielën time do dalin jashtë mbas zgjedhjeve, i qetësuan tani sepse janë zgjedhje dhe i duan sa të votojnë, ajo do të iki, dhe ata janë të pilë, dhash intervistë në televizuar kombëtar për atë çështje. Edhe sekretari i Partisë Demokratike edhe si këshilltar. Dhe pata kontakte të vazhdueshme me një përfaqësues atë, pastaj më shkëput, e takuan këta pushtetar dhe u shkëputën në një tjetër. Çështja tjetër që janë 800 familje, është shumë e vështirë kontakti me ta. Unë jam munduar të kërkoj nga mesazhe nga Greqia, nga mesazhe nga Italia, ka njerëz në Amerikë, i njoh me emra, ne kemi të ambios. Po mirë, pse, më fal, përse të vinë mesazhet tani? Sepse jeni në pozicionin e kryetarit të partisë, jeni antar i këshillit apo thjesht një njeri me potencë? Si antar i këshillit, që kemi ngritur. Jo, do të di çfarë motivon njerëzit. Si antar i këshillit bashkiak që kemi ngritur disa herë problem, ne kemi ne si opozitë kemi marrë qëllim konstruktiv në krah të qytetarëve për çdo lloj çështje. Që kanë ndodhur atje, bile i kemi kërkuar bashkinë, në shkrim në shmangur, në çdo veprim abuzim që po hedh hapin e saj dhe po hedh me të marrë. Dhe personalisht ja kam kërkuar dhe në shkrim të jap informacion. Për atë nuk kemi marrë akoma asnjë lloj informacioni për ato 800 sheshe. Njerëzit janë të shpërndarë dhe është vështirë të kontaktosh. Edhe një grup për 7 veta, më duket ka qenë dhe ki pastori Fatmiri, qytetar, ka qenë muare me goerdën të ka qitiri shumë të në këshirë, e ngritën në të zërin e tyre, por ata duhet të kërkojnë bashkirën dhe qojnë dhe prevojnë. Por atër vjetë njeri 100.000 lekë, dhe të me prevojnë nga veshët dhe të qënat i përta për 100.000 lekë. I ka marrë 5 milion lekë, e ma shumë të nuk e pagonë shumë, nuk e pagonë pak. Ti, unë si bashkirë, nuk i ka marrë kita bashkirë, unë të shojë institucionin, nuk shojë emri Qaçi apo Ahmeti apo emri institucionin. Nëse ai, këta i bashkirë, nuk i ka marrë, ta dhe ta shojë për kallëzim penal, djeke penale atë vjetane pa i ka marrë lekë. Ti qojë t'i kejë një parat. Unë e bindu që këta njerë, në mbështetjen do t'a gjejnë Partia Demokratike, sepse ka qenë 2-13, kjo qeveri, qeli pushtet që u tha legalizim 0 lekë. U ka grirë, tha Edi Rama, kryeministri, në qose i kujtoja të programi e ti, sa legalizime tha gjithë territorin e Republikës Shqipërisë do bëhen 0 para, e përte 0. Jo që mund 0 para, po nuk qanë se shdo. Unë të them që në bashki, që ne kemi hallit më të parë, sepse jetojmë këtu, se politikën e madhe bëjnë të nda, ka këta bashki në s'ka administrator. Ka drejtori shëpim, nuk ke shëpim. Ka drejtori... Ushtosi po s'ke ujë. Usjet po s'ke ujë. Ka drejtori të urbanistikës, po s'ke ndërtime. Kush di nga juve, më thoni, unë për shumë, unë personalisht nuk di kush beton. Thana ushqep në beton. Çdo ditë ushqep në beton. Mirë, si tani të kalojmë të diçka që se më intrigove pak. Sepse më tha që grupi i Partisë Demokratike është shtuar me një antar, me sekretarin e Begës. Pasazh bërë grupi i Partisë Demokratike. Ne sot jemi me 6 këshilltarë. Kam informacion që të djastët në Këshillin Bashkiak të Sarandës janë shumicë. Është e vërtetë? Është e vërtetë në bazë të deklarimit të djata, por ne sot të djatë quajmë vetëm Partinë Demokratike të themeluar. Nuk mund ta quaj atë të djatë. Jo, unë po flas tash për gjithë spektrin politik, për gjithë opozitën, por do edhe Partinë e Lirisë, edhe për Partinë për Drejtat e Njerëzit, Bashkimin e Drejtat e Njerëzit. Fusë edhe Partinë PD. Një po. Njerëz që janë rënë. Jo, e di pse them? Unë jam antar këshillit në Këshillin Bashkiak të Konispoli. Dhe në Këshillin Bashkiak të Konispoli, nëse marrim parasysh spektrin që përfshin opozitën shqiptare të regjistruar, marr pjesë në zgjedhje, ne jemi shumicë. Po, Gjergji, nuk është, unë personalisht nuk është se shikoj nga përkatësia politike atyre individëve që kanë ardhur në Këshillin Bashkiak. Unë shikoj nga personalitetet të cilat kanë konkuruar, personalitetet më dëgjoj në fund konkuruar për të ardhur në Këshillin Bashkiak. Shumica e atyre njerëzve që kanë ardhur në Këshillin Bashkiak janë qartazi të djathtë.
Pavarësisht apartenencave politike, domethënë apo strehës shtëpisë politike, Dua të them diçka tjetër. Meqense pavarësisht linjës politike që mund të ndjeki janë PD-juja apo PBD-1-shi pasere. Ata që i përfaqësojnë janë të tjerë. Dua të them diçka tjetër. Diçka tjetër. Dua të Mo? referuar përvojës time. Të para 10 vitesh. Në bashkim Saran, në Këshillin Bashkiak Saran, ka pasur një lëvizje të djathtëve dhe pastaj të majtëve për të ndryshuar raportet dhe për të ndryshuar kryetarin e Këshillit. Pikërisht kësaj referohem. A mos është momenti politik para elektoral që të ndodhi një lëvizje e tillë, sepse mund të motivoj forcat e djathta, pra nëse supozojmë, juve filloni një Gjë që je duke eksploruar diçka e cila i ngelet kohës edhe do ta vim pas dyre këtë. Jo. Është diçka e cila do të ngelet kohës edhe mesazhi politik që do marrë qytetarët do të thënë. Nëse kemi një kompaktësim të profesorëve të djathtë, qoftë në Konispol, qoftë në Saran, qoftë në Delvin, po në Delvin më duket se nuk është. E tillë situata. Le të jemi një çik më realist. Se po flisim për ato tokat e Sarandës. Beson ti se ka ndonjë të majt në Këshillin Bashkiak të Sarandës apo në strukturën e Bashkisë së Sarandës që nuk i intereson që populli i Sarandës të marrë ato tokat për të cilat ka dhënë lek? Absolutisht. Po unë kam hallën që ai majti të votoj djathtas. Jo. Shkak të kësaj partnerësie. Unë jam i bindur që të gjithë të majtët që janë atje, dhe të djathtët, të gjithë njerëzit më. Unë praktikisht duan që ajo gjëja e cila është paguar të shkojë tek zoti o vllai dashur. Unë është paguar, njerëzit kanë dhënë lekët, unë absolutisht asnjëri nuk gëzoj. Ata e kërkojnë. Ata e kërkojnë, po ne jemi në një klim. Ne jemi në një klim ku praktikisht të majtët kanë shumë të vështirë të kërkojnë diçka. Ju vjen baca o buri do. Është shpata e Demokleut është duke qëndruar atje mu, nuk e di se kur të bie. Pra klima ekziston. Delvina, ju lutem jam i di. Klima në Delvin ekziston një klim në favor të opozitës? Patjetër që ekziston. Sepse neve kemi, unë e thashë më përpara, kemi dhe me se mund të përplasemi me kundërshtarin. Kemi shumë arsye që ne mund të themi kundërshtari që ne kemi për këtë dhe ti ke premtuar se s'po s'bën gjë akoma. Vajte 12 vjet që po vetëm llafe. Siç janë goditjet e fundit, për shembull, shkrirja e spitalit. Kjo ne ka bërë denoncim publik në Shkrirja e spitalit të Delvinës. Është vetëm një qendër shëndetësore, vetëm transport taksi, po ta them. Merr të sëmura Delvina si në Sarandë. Po çfarë ndodh me ata ishin ajo godin? Çfarë ndodh me punësuar? Po ta shikosh vetëm nga jashtë. Punësuarit do buri, punësuarit e një spitali në radhë të parë janë mjek. Po, çfarë ndodh vetë? Janë mjekët janë pa punë. Ka vetëm 2 mjek, ka vetëm 2 mjek. Disa infermier. Edhe merr të sëmur si në Sarandë, ka gjë vet. Nuk kam shtretëri kanë gjë. Po jo mjekësia ka edhe probleme të tjera që janë probleme. Mjekësia para fitoshin. Po mjekët merren me politikë kanë mbaruar. Kjo mund që nuk është çështja se mjekët merren me politikë. Mjekët janë shqiptarë vajta, të gjithë shqiptarët po merren me politikë, politika merret me ne. Gjithë politika merret me ne, mos merremi ne me politikën, do merremi edhe me politikën valla. Kishin drejtorinë arsimore. E shkrivan atë. Sot maturantët e Delvinës vinë na Delvina e hedhin provimet në Sarandë, provimet e maturës. Që para shumë vitesh kur kam qenë maturant, provimet e hedhin në Delvinë. S'mund të marrësh ti nxënësat me autobusa të sjellësh në Sarandë apo të çosh në Konispol të hedhin provimet. Ta kanë atë stresin e tyre të provimeve, po i streson e ti më keq. Kemi tjetrën atë kartën e Trojanit që e kam thënë dhe në Facebook. Me këta deputetët që jam nip në kandidatët që jam nip në Delvina. Ku kanë qenë deri dje që Delvina ka pasur këto probleme? Pse s'flisnin? Kishte nevojë të kishte një pozicion. Po ta ndjen trupi, po ta ndjen nervi, po ta ndjen gjaku që ti je Delvinjot, mund të hedhësh dy rreshta, të shkruash për Delvinën, kur ti e shikon që Delvina po vetë drejt Greminës.
Zero, asnjë që s'kan thënë. Sot vinë kërkojnë votë qytetarët e Dervinës. Çfarë kërkojnë qytetarët e Dervinës? Qytetarët e Dervinës sot pinë ujë që paguan ujin e pishëm për ujë të papishëm. Ore Gerti prandaj kanë arritur tek ajo lista more, se nga që nuk do të na dhullafin se po ta kemi dhullafin po arrin Deri moshuari 80 vjeç, bezim ban veten në këmbë me bidona me ujë. Sepse ti ke premtuar në 2013 në kërrejtë në pushtet që ne do bëjmë ujin e pishëm. Dhe përdore gjitha të luftë, protesta, që nga kryetari i Partisë Socialiste, nën prefekti e me radhë, sot ç'as flasin të reagojnë për t'i thonë kryeministrit orë, që ne kemi bërë protestë dhe na ke premtuar që na bësh ujin e pishëm. Zero fjalë. Po dalin dhe mburin prapë me atë kartën jemi trojan. Përgjigjen do ta marrin në 11 maj. Pra, ju referove kandidate për deputet, Po, kundërshtar. Po lista juaj e Partisë Demokratike Opozitës, çfarë kartrash të forta ka në listë? Partia Demokratike do bëjë ndryshime. Do bëjë ndryshime në ndarjes territoriale një herë. Jo, themi, jo, po i qëndoj listës një, pastaj do flasim për atë ndarje. Se ajo është një pyetje që ka nevojë për përgjigje dhe në emisionin e kaluar e kemi diskutuar. Te lista e Partisë Demokratike dhe Opozitës. Po. Kemi Po për Sarandën edhe 4 në listën e mbyllur dhe 8 në O gjegje. Për Sarandën dhe për Delvinën mesazhi është i qartë. cilat janë Në katër të listën e forta. mbyllur, ke Bujar Leska, një politikan me eksperiencë, Po. ke Zotin Dule, Zotin Dule, po pra Zonjën Zhupa. Zonja Zhupa, e cila është një prurje e re parlamentit shqiptar dhe një zë jashtëzakonisht i fortë për Sarandën dhe për Delvinën. E ka provuar në parlament. e ka treguar veten e vet në këtë, domethënë, një politikane Tani e stilit të palë kundër, domethënë. Po, Dhe domethënë edhe nga ana tjetër ke edhe Artid Hoxha që është kryetari i Degës Vlorës, një djalë i shkëlqyer me eksperiencë, me një përgatitje të shkëlqyer. 2 prurje të reja edhe 2 kandidat me eksperiencë. Po mirë, nga ana organizative, më se jeni sekretar organizativ. Për sa i përket Si do funksionojë nga ana për sa i organizative? përket listës së hapur, unë do të kisha dëshirën në fakt që të kishim më shumë. Më vjen keq për dorëheqjen e zonjës Nikollo, sepse ishte një kandidate e shkëlqyer për Kandidaturë përfaqësuese. po ishte përfaqësuese, domethënë edhe kontributin e kishte dhënë në tekën e Sarandës, si përkiste që kishte në atë. Edhe unë jam i sigurt që do të kishte pasur edhe një përgjigje publike pozitive. Megjithatë, kemi zonjën Qurku, e cila edhe ajo nuk është më poshtë në këto fjalë. Është antar e Këshillit Kombëtar, është vaj qytetare, po padyshim. edhe në Partinë Demokratike ka një njohje kapilare të partisë dhe të halleve të popullit. Ka dhe lidhje me Delvinën, Sigurisht. ka dhe lidhje me Delvinën. Kështu që kjo është Ata që të 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 pra, të vësh emra anonim, i do vetëm ai kryeministri që nuk do ushtar ata që flisin një fshiru. I qoj të vëndi, pakoja të dhe që ishte më, e kishe frikë, e qoj të spaku të të fërna, e to këta të tjerë ti... Po këtë zotin Gjiknuri në fund të listës mos e pëson si zoti Hysena i dhari randën e parë? Të tëra bëj vakim edhe. Ai është i paparashikueshëm për atë pjesë. Ai mosua tani dhe ha koka, nuk i has punë vej, i të qave i vriste, i vute vëndi, se i komandon të tëra. Ore qeqi, i ka rënë ti populli o burit dhe kanë marrë lekë ndej dhe andej, më në base erdi koha ti kthejnë brapë sholla. Me sa kanë lexuar në Kur komunikim. jemi për emisionin, po bëni zëri i Sarandës ku gjithkush mund të flasë dhe të kontribuojë. Shqiptarët e kuptojnë dhe shpejt edhe do ta pranojnë se qeverisja e PD-s 2005-2009 sidomos ka qenë më e mira, jo krahasuar me këto 12 vitet e fundit, por që nga krijimi i shtetit shqiptar. Më e mirë do të jetë pas majit 2025. Përshëndetje të ftuarve, na thos zoti Selmani. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Selmani, është një ndjekës i rregullt.
kontributor në fakt, vazhdimisht, edhe në studio, edhe jashtë studios, gjithsesi, dhe nga mënyra se si po e rrotulloni bisedën, në lidhje me kandidaturat, sa aty qëndroj unë. Dhe nga ajo që lexoj në komunitet, duket sikur përplasja lokale në listën e hapur do të jetë në emrat Gjergji Mërkuri, Vasil Llajo në listën e pozitës dhe Matilda Qurku dhe Petro Gjikuria në listën e opozitës. Mendoni dhe ju të njëjtën gjë? Si qytetar? Nuk e mendoj. Pasi koalicioni që ka bërë Partia Demokratike, e ju shqiptit në din tani se si përfaqësohet e komunitetit përfaqësore. Ne thamë që ku janë leskën përfaqësuesin politik të qarku që ka eksperiencë këta dhe Ina Zhupa, po nuk e të më imagjin duke që është një njeri me karrierë të madhe politike dhe ka goxha akses në Jugën Shqipëri. I është një koalicion që do t'i sjellë ato votat e munguara nga PD-shi Partisë Demokratike në koalicion. Nëse do vim pastaj dhe PD-ja, jo të vim shtërë të flasim drejt, komiteti çan do përfaqësim. Nëse PD-ja u fut me Partinë Demokratike koalicion, te Partia Demokratike ka gjetë gjithmonë mbështetjen. Dhe besoj që edhe këtëra do të jetë e pakurësie për votat e Partisë Demokratike. Dhe nuk do të them që do të jetë përplasja Gjergji Mërkuri është ideal sa vjot, ashtu si dhe Matilda i përtrasën dhe të njëjtit reagje Ti një komunitet. të një komuniteti, të lyrë më falni, por e shikojmë ndryshe, që Gjergji Mërkuri është njeriu që e ka diskredituar partia e vetë. Dhe dje e hodhi poshtë dhe shohet poshtë. Për mua si qytetar djali shkëlqyer. Po si politikan e ka diskredituar partia e vetë. Sa reputacioni Matilda Qurku në Saran nuk ka asohet me reputacionin e Llajut. Llaju është biznesmen që i fuqishëm për mua personalisht dhe ja thonë dhe publikisht që ka edhe minuset e veta. Në që se ka marrë ka bërë analizë atim ka shpirë ka paguar. Nuk ka bërë ndjerë, për kundra atim mos ka shtonë qikë më tepër në ato marrëveshje tje ka bërë me shtetin me keqapët e me jere tjetër, me shtetin shqiptar ke paguar më shtejt. Se dim që një analizë në Gumenicë e gjaku bën më lidhë në analizat këtu. Ditë me digës. Kjo është e vërtet. Nuk është e thomë, nga thonë gjithë qytetarët shkojnë për analizat andrej. Dhe besoj që do t'jetë një garë jo e lehtë. Unë them që Partia Demokratike në qarku e Vlorës do t'a fitoj këtë ratë betejë. Ne në 2021 morëm 4 deputet. Po? Ishim për pak vota, nuk kujtohet mirë, po diçka Edhe për shkak se nuk donin në listë përbashkët me podium. me LCI-n dhe me kishte përplasje. Mos harrojmë që të tëra partitë e patriçkat e vogla që janë bërë tani, shumicën mbana partitë e majta. Nuk mbana e gjithë. Na djata për jasho atë Euroatlantikët, që ishte sekretari i Partisë Basha, nuk e di, sa do jetë rezultati tjetër, po do të jetë i pa kanë përfaqësim këtu për këtu në zonën Zera mos gabojmë? Po, më thanë që është ai Gerbi, Gerbi Zera. Që është. Po, shiko, si do që të vitë duhet të rrim shumë në klasën drejt. Duhet në lidhe njëti, në lidhe rreth 90 papaj. Partia Socialiste, Partia Demokratike janë prona. Janë prona dhe shqiptare, janë asete të mëdha. Nuk janë asete si pune këtje tokave që i kanë dalë bashkjetës të jetë më. Ato janë parti që ai zoti që u kthie dhe vëndi, e rigriti, e çoi atje ku e çon dhe pretendon që të marrë pushtetin qeverisë ta bëjë më mirë atë. Dhe po vjen me një program, një burr shteti do ta thoshja për Berishën 80 vjeç, dhe jo ai s'ka shanse, ai lëkundet nga gjatësia dhe fundet si anten, po s'po e kapën dot dhe djem tan të rinj, nuk i vjen dot mbrapa. Kështu që unë shpresoj shumë që PD-ja në datën 12 do të jetë me koalicionin e saj do të jetë pushtet. Urime për emisionin, përshëndetje dy moderatorëve të nderuar dhe përshëndetje dy kryetarëve shpëtimit dhe Gersit. Fushat e fort na pretot. Por ne kemi skuadrën, moralin dhe programin më të mirë se kushdo tjetër. Respekte deputeti Ina Zhupa. Faleminderit zonjës deputete, uroj që sa kemi së shpejti në studio zonjën Zhupa, do ishte kënaqësi për ne. Zhupa ka qenë sëmur edhe ndaj nuk është paraqitur akoma Të shkuara zonjës deputete dhe ju urojmë suksese në këtë fushat
Gjithsesi, pak më thatë për partitë e vogla, kemi dhe Partinë Socialdemokrate. Në fund do lë Nga Nisma opinionit e mia Shqipëria bëhet. unë duhet që jemi me komentet pikante të tia, edhe si sekretar i ndihmuar do mbledhjet tona unë do të thosha nga të fundit, megjithëse na flet të postën. Në qarkun e Vlorës është e pak konsiderueshme vetëm tim. Kam koment tjetër. se kemi dhe doktor, njëri prej tyre është doktor, do ta kemi në studio besoj. Së shpejti. Besoj do. Sepse i ka përqyer ky format, ishte nga ata që kishte idenë për një talk show në Facebook, e ka marrë për zotin Boli, Dimitër Boli, por me sa duket angazhime politike bën që t'i largohej idesë dhe e shikon prioritet kot në politik. Pretendimet e tij me sa di unë kanë qenë lokale, por tani janë ngritur. Është ngritur steka dhe shpresoj që zoti Boli së shpejti të vazhdojë në studio çfarë pritshmërie ka me Partinë Socialdemokrate. Do të thosh gjë me që është doktor. Unë mua më pëlqen në fakt ideja e ekzistencës së listës së hapur. Në fakt, mua do më pëlqente që të mos ishin fare listat e mbyllura. Mua më pëlqente të tërë ishin listat e hapura. Ku gjithë secili të ishte duke konkuruar dhe vërtetuar se kush ishte dhe të kishte një kontakt të drejt për drejt me publikun. E megjithatë, ky është realiteti që kemi përpara. Njëk ne kemi zotin Llajo, që është në listë, është një person që ka kontakt me popullin. Mua do më vi mirë që t'jetë të filloj një kontakt. Po jo, ne jemi duke folur këtu për praktikisht. E shikon zotin Llajo fitues shkurt. Ne jemi duke folur. E shikon zotin Llajo fitues. Unë nga të gjithë njerëzit që prezantojnë qytetin e Sarandës, e shikoj Sarandën fituese. Sa më shumë njerëz nga Saranda të ketë në këtë garë, unë e shikoj Sarandën fituese. Evazive përgjigja. Por arsye e shikon zotin Llajo. Dalin nuk jam njohës i asaj fushë mu, no? Po më ana e Partisë Socialiste. Do të thjesht pyetje. Votat e minoritetit do t'i marrin dy doktor, Boli, mjeku i ri, zoti Llajo, mjeku i vjetër, apo zoti Petër Qikuria, i cili pati një betejë elektorale, do thosha mbi një dozë. Edhe me mbështetjen e zotit Beleri. Se zoti Qikuria me siguri që ka edhe mbështetjen e zotit Beleri. Sa po e ka thënë përgjigjen vetë po le. Çka ke pse na lodh? Do tani të goputim më. Se u dhash llapin që do ta mbylli më shpejt se zakonisht se nuk do t'u lodh, sepse dua që t'jeni të freskët për fushatën me një sa të mbaroni emisionin, jo më nesër po e po. Në lidhje me Nisma Shqipëria bëhet, meqense zoti Lapaj, ish zësim, kryetari i njërës prej partive të koalicionit, është nga Saranda. Çfarë fuqi elektorale mendoni se do të ketë zoti Lapaj në qarkun e Vlorës? Unë përsa e njoh nëpërmjet mediat, familja e tij e njoh, familja e tij e përmend e njoh se këtu në Sarandë e jetuar. Mendoj që do të ketë një peshë madhe, por do marrë Një deputet? një elektorat, ndoshta në qarkun e Vlorës mund ta marrë. Me sa e shoh unë në media. E shkrova një. Të ndajmë 11 të tjera. Të ndajmë 11 të tjera. Unë jam realist dhe të flas atë që shet në teren. 4 dhe 4 i kanë në mbyllur partit. Edhe një këtu bën 9, na mbeten akoma edhe 3. Do t'i ndajmë këta? Unë të them që partia do marrë 5. Do shkoj 5. Po. Po zoti Bajrami ka thënë që vetë të 6, apo nuk 5. Kemi të 6, po 5, unë ta them që kemi të sigurt. E kemi të 5. Domethënë i bie 5. Edhe një 6. Kemi se jeshim për një grushë. Po, unë shikoj një luftë fortë në votën e minoritetit këtu, e cila shkon në krahun e Më duket se do t'jap dorën zotit Hamiti, i cili edhe për shkak të moshës mbase duket më i ndrojtur, sepse kështu siç i bën numrat,
në 12 maj fiton opozita. Patjetër, shikoj, gjë. Pse unë jemi futur pse ai në kodi Nuk preke faktorin ne kur ulëm vam 1 orë saktë, 1 orë sa, vam shkoj. Kemi kohë akoma për të shkuar te duhet që kemi akoma edhe sa 35 minuta. Nuk prekëm në tu bashkarit diasporë. Do ta prekim po. Më vjen Do prekim me diasporën dhe lutim. sepse bota diasporës idenë time dhe punën që ka bërë njerëz e Partisë Demokratike, pavarësisht jo me kapacitetin e Partisë Socialiste, sepse unë shpash atin që Partia Socialiste kishte hapur 8 zila regjistrimi. Nuk ishte parti Kjo shkel e ligjit. tamam, nuk ishte parti kështu komision qendror që të hapte zyra regjistruese, po ishte Parti Socialiste. Në një zyrë në Omone që e shkela vetë, në qendër të Athinës, ishte Partia Socialiste qarku vlorë një tabelë shumë e madhe. Jo vetëm që ligjë nuk e njëri. Edhe ndoshta edhe ajo e tërmi kreministri që tha s'na gjikon ne njëri tha për krim elektorale, por një ditë vjen ora. Po që kemi ministër prap, o të gjikoj shqiptaj do ikë, do gjellet me njëri fare. Po si e kemi ministër do gjikoj edhe për këto, jesh i sigur. Por unë them që vota e diasporës, ata munduan ngritën celula guerile. Të paktën di që këtu në jug të Shqipërisë, Gumbenic, Parga, Preveza, Janin i shkom çdo ditë, ish zyrtar të latë, një ditë i takojnë, se nuk e kanë atë kuptuar që mos i takojnë, po mos kujto sot ta votojnë. Tu ti jesh i sigur. Unë jam i bindur që vota, nëse do të kemi një post serioze, ndërkombëtare, nuk do kemi një post shqiptare, ato ka shansi ta prekë. Do të vijë dhe do të shkojë aty te vendi ku numërohen. Dhe ne kemi bërë, unë bashkë deputetja jon e Sarandos, zonja Shuba, hapi një zyrë, edhe me mbështetjen tonë, në Athinë, të cilë kemi bërë regjistrim. Nuk kishim asnjë flamur të Partisë Demokratike, po kishim flamuri kombëtar dhe zyrë regjistrimi, që të vinë qytetarë të regjistruar, dhe janë regjistruar shumë mirë, nuk janë regjistruar pak. Dhe bile me sa kam pjeni ka vajt gati 28.000 qaku vlorës, në regjistrimet e diasporës, kuptohet jo vetëm nga Greqia. Po Greqia ma një peshë shumë madhe shumë të emigrante. Por, zotë Amiti, Delvina si është me regjistrimet në diasporë? Keni djeni për numrin pak a shumë, apo? Tani Ose pakën për frymën, nëse s'keni numrin, frymën, si është fryma? Fryma është shumë e mirë, me sa kemi kontaktuar, po njerëzit po i orientojmë tek e njëjta zyrë, po në kupton? Edhe nuk kemi marrë një informacion të saktë, thonë, sa kanë radhë Delvina, sa kanë radhë Saranda. Po marr parasysh numrin e Po ka emigrantëve në diasporë. ka dhe shumë që kanë kontaktuar që thonë do vim Pikërisht këtë duhet të thoça. që do vim të votojmë atje. Pavarësisht numrit që janë regjistruar, që do të votojnë Që duan të votojnë vetë këtu ja, ka shumë që duan të votojnë. mendoj se Partia Demokratike Opozita duhet të punojnë fort për të sjellë, meqense relativisht distancat me Greqinë janë më të shkurta paktën nga vendet e tjera të Evropës. Po zoti Bajrami si e shikon këtë procesin e diasporës? është një proces i cili është Të mërgatës, po ta themi shqip. është me riskun që të përsërisem. Praktikisht unë po them që është për herë të parë. Sepse i tillë është edhe si i tillë është një proces eksperimental për të cilin qytetarët turojnë rezerva. Mua më qelloi që po flisja me disa prej bashkëqytetarëve tanë që banojnë në Greqi dhe ata kishin një rezervë të madhe për të regjistruar. Shumë prej tyre shprehin që e kishin më kollaj të vinin në Shqipëri dhe të votonin këtu drejt për drejt, sesa të merrnin përsipër riskun që të dërgonin një zarf i cili edhe mund t'ju hape dhe t'ju shikojë përkatësia politike. E cila të them të drejtën më lëndoi. Jemi në një kohë ku nuk duhet të shqetësonte se për kë voton. Duhet të shqetësonte, domethënë, fakti që ti je i angazhuar politik dhe voton për atë që do më vamo, por nuk duhet ishte ndonjë shqetësim se dalë se e morën vesh të tjerët. Ore, a jemi në demokraci, a kemi luftuar kaq vjet për të fituar këtë të drejtë. Të drejtën për të votuar atë që na do qefi, atë që mendojmë ne se do ta drejtoj kombin më mirë. Dhe të shikosh sot mbas 30 e kaq vjetësh që një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptarë kanë me merak këtë punë.
Nga sa njerëz ke dëgjuar ti deri tani që dalin se në dhomat e votimit mund të ketë kamera? Jo. Ha? Lot. Shiko se si e ngren njerëzit domethënë unë. Dhe mua më thanë këtë, më thanë ata që ishin në Greqi, unë nga ata që ishin në Greqi nuk prisja që të kishin asnjë lloj dyshimi o vëllai dashur. Më thanë pse do regjistrohemi, kemi vullai të vim vetë tani, ëh. Se mund të na hapin zarfin. Ka një gjë, jo. Mos na i vjedhin. Kjo frika, kjo bë propagandë për çështjen e vjedhjes dhe të zafa, i bë propagandë. Patëm Greqi që jo mirë këtu. Është realitet. Po ka dhe një gjë. Mos kujto se Por e grekët ja u kishin bërë vetë qytetarëve të tyre. Ju kishin hapur zarfa. Një pjesë e madhe e zarfave nuk përfunduan në numërim në Greqi. Megjithatë që kodi zgjedhoi që ka Greqia të patën sa njohëm ne këto vite, është një shtet demokratik që kisha zili nga kishin. Votonin si në Greqi. Sigur të votojmë dhe në Kosovë, mi të ishte. Edhe para dhe Dhe në Kosovë. Kosovë. Unë të them një gjë që Pim. Gjithë armata shtetërore e këtij shteti, lokal, e re qendrore, është përqendruar, ishte përqendruar në diaspora deri në regjistrim. Makinot të tërë kryetarët e bashkive të jugut, unë i kam paguar në hapim. Fundi i javës një herë të prëndë dhe të shtunë dhe nuk bëjë fjalë, s'kiti pushime familjare apo gjikundi. Po shkonin atje të tagojnë. Po çfarë ndodh? Ishte terrorizim. Nëse dikush nga ata i punon në motra, vllai, gruaja, xhaxhai, i kanë marrë të tërë për Ishte i detyruar të bënte takim. Po, ishte detyruar dhe ti thoshe atje do ta takosh. Po mos kujto se ai ka vënë votë. Ka dhe nga ai që kanë marrë të lekë. Dhe flasën në zë. Mos kujto se ti japë votë. Dhe shumica e njerëzve që duan të vinë këtej, është e vërtetë. Duan të vinë këtej, jo se kanë votën ose. U duket vetja sigur atje nuk do të njëri që erdhë votuar, dhe këtu do të duken, po është i mënyrë e çfrihjes në inatit. E thonë, ja erdha dhe unë nga inati. Që kështu na thonë, që llafosin me njerëz zotin. Por unë dua të vi atje të më shoh. Të vi të votoj, dua të më shoh, se kështu do më shoh njëri. Dhe i duket edhe ja krena, i vi të votoj. Tani, se do votoj ne, do votoj, unë thonë që diasporën, kjo që eri bëri ato gol. Dhe këtu do eri. Do e shikoj. Andaj do të vijë ngordhja. Atë të bëri ato gol me diasporën. Besoj që ne kemi bërë goxha punë të mirë, edhe njerëz do të kemi mjete. Keni filluar mirë punën, se keni shumë punë për të bërë. Puna dëgjoj. Puna jon deri në 12 deri në datën 11. 10. Fillimi mbarë gjithë me punës. E pra. Unë kemi bërë goxha dhe do të vazhdojmë ta bëjmë tamam ndezur flakën e djerjeve. Kuptoj që këto ditë duket sikur jemi në avashllëkun e kemi rënë në qetësi, mbas primare, po të them që nuk kemi rënë në qetësi fare, jemi në një angazhim total, për mua gjitha strukturat janë në këmbë, edhe me sekretarin, po jemi në komunikim të përditshëm për të riorganizuar edhe atje ku kemi ndonjë mangësi dhe shpresoj që data 11 maj do të jetë në fitore e Partisë Demokratike. Edhe ju jeni me PD-n, me sa ti unë. Opozit. Qendra e majt, Po shiko, në opozit me opozit gjithmonë për vendet më i megjithatë, unë vazhdoj të jem këmbëngulës tek pyetja në lidhje me organizimin. Organizimi do të jetë i unifikuar në kuptimin që do të jetë një strukturë e madhe elektorale e Partisë Demokratike. Po lenat kemi edhe një surprizë për i Apo do të jetë çdo deputet do të kryejë ato grupet e vogla. Jo, ka një ndarje faktikisht, ka një ndarje të territorit për secilin prej kandidatëve që janë në lista. Po raportimi do jetë në një raportimi do të unifikohet. Ka një ndarje të zonave individuale dhe zonave integrale, që do të jenë ku kandidatë të ndryshëm kanë influenca në zona të ndryshme për të shtuar impaktin e secilit prej tyre edhe për të shtuar kontaktin që ata kanë me banorët e zonave të caktuara me të cilët kanë edhe afrueshmëri më të qarta. Po bëhet një ndarje individuale, është në proces praktikisht. Sa ti unë sot ka qenë një nga ditët po ishte një pjesë e këtij aktiviteti. Po në mos gabojmë edhe Partia Socialiste ka një ndarje të ngjashme me sa kuptova, të paktën nga komunikimi që kishim
me zotin Mërkuri, kur I kërkuam që ta kemi në emision javës tjetër, na tha që ishte duke pritur domethënë ndarjen e këtyre zonave, kështu që besoj që do të jetë këtu ja. Ata, shiko, mua më brëndur më propozoj Bjedi dhe takuam me kolegë tim sot të Tepin, merri mirë që neve që ishim në studion tuaj pa ma leje nga qendra apo nga drejtuesa tanë politikë. Ata nuk dalën do ta ti nuk e thek, të mund ta them, ata nuk dalën. Nuk e ke sa e vërtet që nuk e ke të sa e vërtet që Ne I atë ne do ta vazhdojmë misionin ton. Duhet thënë para mbylljes të këtij emisioni, I cili besoj se I arriti qëllimit vet. Shpresojmë që kryejm situatën në kushtet që ju të ndjeni komod, rehatshëm për të shprehur për ato që deshët të ndalit me ne. Qëllimi I këtij emisioni lindur para 3 vjetësh ishte pikërisht në këtë vakum, në këtë mungesë mediatike lokale, e cila në shumicën e rasteve merr formën vetëm të statuseve në Facebook apo TikTok apo mediat e tjera sociale, dhe nuk ekziston ajo media e vërtet, ose edhe në përpjekjet e disa gazetarëve, sepse ne unë dhe kolegu nuk e ndjem vetëm gazetarë të mirëfillt, sepse I përkasim sektorëve të tjera, angazhimeve të tjera, qoftë politike, qoftë edhe shoqërore, por ishte një nxitje, një ngasje intelektuale që të jepim kontributin ton, të krijojmë një atmosferë, një situatë, një hapësirë ku qytetarët nëpërmjet mediave sociale, Facebookut, në Saranda Voice, diku në Saranda Web, dhe falenderojmë Saranda Web për mundësinë që na dha për disa kohë për qenë në Saranda Web, dhe tashmë në Saranda Voice dhe në televizion, dhe ne kemi pas kontakte edhe me mediat e tjera lokale, por shpesh shikojmë një tendencë nga pushtetarë qoftë lokale, qoftë qendror, që të ndikojnë në këto hapësira të vogla mediatike. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu, duke besuar në demokraci, duke besuar te komuniteti, te marrëdhënia shëndosh që ne duhet të kemi, duke respektuar çdo individ, duke kërkuar që çdo individ të kontribuojë për këtë qytet, për këto qytete, për këtë hapësirë që përfshin Sarandë Liman. Por njëherëzi, çfarë problematikash shoqërojnë komunitetet, qytetarët, familjet të sillen këtu dhe mundësisht të gjejnë atë zgjidhjen. Dhe një zë publik, me qenë se një gjë nuk e di, ne kemi zakon që përcjellim ne zhvillimet e javës, kam një kërkesë në lidhje me një qytetare me zonjën Floriana Islamaj, është hapur një numër llogarie apo është bërë një thirrje GoFundMe, dhe kërkon që nëpërmjet emisionit ton të shprehim edhe ne mbështetjen tonë dhe të nxisim qytetarët për të kontribuar për zonjën e cila nga Spitali Sarandës është transferuar në Spitalin e Tiranës Sanatorium. Pra, ndihmoni, thot mesazh për të ndihmuar zonjën Floriana Islamaj, e cila kërkon ndihmën e gjithë shqiptarëve. Është shtruar për një javë, ishte shtruar në Spitalin e Sarandës, nesër mëngjes transportohet për në Spitalin e Tiranës Sanatorium, gjendja e saj po përkeqësohet nga dita në ditë, për këtë arsye kërkohet një ndërhyrje më e specializuar mbas edhe jashtë vendit. Prandaj, kush ka mundësi të ndihmojë duke kontribuar në llogarisë janë hapur me këtë rast. Është fatkeqësi që ka raste të tilla, po e vërteta është që pa program secili prej nesh mund ta gjej veten në kushte të tilla. Prandaj është edhe një angazhim elektoral edhe një angazhim politik për secilin prej nesh, sepse përpiqemi që të kemi disa kushte ashtu siç I kanë edhe ata bashkëmoshatarët tanë në shtetet në krah. Sa veta njohim neve sot nga Saranda, nga qytetet tona, nga shoqëria jonë, të cilët jetojnë sot dhe nuk do jetonin nëse do ishin trajtuar këtu në Shqipëri. Jetojnë sot për arsye se kanë pasur mundësinë dhe ju është ofruar mundësia të trajtohen në Greqi apo në Itali. Do thosha që keni parasysh gjëra të tilla, asnjëri nga ne nuk është I imunizuar nga këto lloj problemesh. Atje ku e keni mundësinë që të ndihmoni,
sepse njerëzit me të vërtetë kanë nevojë edhe janë ca gjëra që ndoshta nga ndonjëherë janë të vogla, po që jepen me bollëk në krahun tjetër të kufirit, edhe pikërisht për këtë gjë luftojmë që të kishim një politikë e cila të paktën të na i siguronte këto gjëra këtu, sepse taksat jemi duke i paguar, të gjitha detyrimet e shtetit jemi duke i bërë, po këtë s'po e gjejmë dot. Është momenti për të ndarë, besoj. Keni ndonjë gjë të fundit për të? Mund të japim një mesazh Po. për mbyllje. Mund të nuk ka problem. Po le të si thua i pari. Diçka për Delvinën, për Delvinjotën. Unë do flas një herë për rezultatin. Po, Unë do t'i bjem me copat, si bimi 6-6 do them. 6-6. Pa mandat për partitë e vogla, se Partitë e vogla, nuk mendoj se për parti pa struktura nuk mund të flasë të marrë mandat. koha do ta vërtetoj në 12 maj. Thot Flori, këtuja ku kam besim unë, thot mo, ke tru në kokë ti, thot. Do vi vetë nga Amsterdami da e fondën atje, thot. Nuk e dërgoj me letër njerëz. Pra, unë do vin për të votuar. Shiko, Unë do jepja, Po. unë do jepja një mesazh para mbylljes Po. për qytetarët e Delvinës, për bashkëpunëtarët tanë diaspor. Në 11 maj të votojnë ndryshimin, të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë rishikimin e ndarjes territoriale, të votojnë rikthimin e institucioneve që janë larguar nga qyteti i Delvinës. Vota për Partinë Demokratike është votë për Delvinën, normale, është votë për ndryshim se neve kemi ditur të ndryshojmë. Dhe do të isha i gatshëm që në këtë studio të aftoja në një debat televiziv, në një debat të këtij emisioni, kryetarin e Partisë Socialiste të Delvinës. Jo, Isha i gatshëm të aftoja. Se në kërkën e bashkisë. Vetë se çështja është se ata nuk marrin dot leje, po. S'marrin dot leje. ne thamë atë punë, ne kemi kanë, ata s'vin të le. Kërti nuk e kejtë në të saj vështirë që është. Është e vështirë. Kur je në pozita të larta të marrësh leje për këto gjëra. Thjesht ndryshimi tonë. I ka dhënë emër të keq emisionit të zotit Bajrami për shkak të bindjeve të forta politike në të djathtë. Nuk jam përpjekur ta balancoj, Po jo, burit të sepse i ka si në një shkëmbim zjarri të vërtet një crossfire, por nuk e kemi arritur deri Kur tani. na kanë ardhur këtu Vetëm gjasës. Doktori ka thënë ballafaqim në studio ka thënë. Atëherë e ftoi aty Ramadan, si do të janë këto Kryetari i Partisë Socialiste të Delvinës, po mirë, këta kryetarë sikur kush i marr i llogarisin, më sigurisht nuk i llogarisin. atë se diun. I llogarisin këta të partisë me ta të bashkisë. Se shkan edhe ca kështu patronazhistë të tjerë. Le t'ja u lëmë hapë tyre. Ja nuk e kam kuptuar këtë. Kanë kryetarin, po vënë një bashkëkryetar thonë. Pastaj vënë një bashkëkryetare. E kupton? Megjithatë, ata kanë mund të vënë edhe një bashkëkryetar. Ka filluar rundën e parë duan kështu. E duan të po. Zoti Ahmeti, Fjalën time do ta mbyll dhe i falenderoj për median tuaj. Ka që vogël sa është, po me punë të madhe, në qytetin tonë aty ku mundohet. faleminderit. Uroj suksese dhe thirrjen time e kam për bashkëqytetarët e mi, për të gjithë qarkun e Vlorës, të majtë të djathtë, pa përjashtim, krahinë, peje dhe ide, pa përjashtim partijak, i kthejnë kurrizin kësaj qeverie që u ktheu për 12 vjet dhe i ka tanisi në këtë qendrim. I kthejnë kurrizin dhe të votojnë Partinë Demokratike programin e mirëqenies së familjeve të tyre në Shqipëri dhe në diasporë. Jam i bindur që dhe vëllezërit tanë, motra tanë në diasporë, ashtu si gjetën mbështetjen për regjistrimin do të qejnë mos të murojnë, po të vinë të votojnë këtu, të gjejnë mbështetje Partisë Demokratike për t'i sjellë dhe të votojnë edhe këtu në Shqipëri. Ju falenderoj dhe miu takofshim. Faleminderit shumë zoti Ahmeti sepse zoti Bajrami, kolegu im, ka vënë bastin e tretë. Thot, Partia Demokratike ka futur Shqipërinë në NATO. Partia Demokratike solli liberalizimin e vizave dhe Partia Demokratike do të realizojë aty këtë pjesën. edhe Je duke diskutuar aty këtë pjesën. integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Je duke diskutuar aty këtë pjesën. S'ka nevojë fare ta them unë këtë pjesën. Kjo është realitet. E din që të gjithë. Lidhi dhe Shqipërinë me Kosovën, me rrugën e kombit. Edhe lidhi dhe Delvinën i krijoi hapësirë mundësi Delvinës sepse në fakt rruga filloi në qeverinë Berisha, rruga e re. Po Pavarësisht këta bëjnë, shiko, ne
Ai tha, po t'ja pasaporta evropiane, po neve këtë me pasaporta evropiane. Unë ju them, nëse do bëj krahasimin, ne dalëm çdo ditë, po thuaj në shtetin Qinj këtu. Dhe është një fshat i quhet Sajava. Ti e din të tërë, s'ka ngel gjithë. Shumica e qytetarëve të Saranës që kanë nevojë për shëndetin, i marrin ilaçet andej. Pse i marrin ilaçet andej? I marrin më të kompjuterit, i marrin më të tjera. Po jo vetëm ato, po marrin ushqime. Dhe bëjnë pazar. Bëjnë pazar dhe ushqime i çdo ditë. Unë bëj transport. Në Lidl ka vruar të punësojnë shqiptarë, të flasin shqip, sepse shumica e klientëve janë shqiptarë. Edhe ne krahasimin s'kemi nevojë ta bëjmë as në ato që tha Bimi, as tek viza se e shohim se si ikin para dhe si vizën tani. Po shqiptarët andej, që janë andej, bëjnë më mirë edhe këte. Dhe unë jam i bindur jetë këtu do të jemi prapë që data 11 maj do të jetë një datë historike, sepse që kemi në qeveri, dhe ata që ka kuptojnë se nuk janë të tërë socialistë, janë dhe jetë së mjera. E vëllezit e moderatone, dhe ata nuk janë dikush ka gjetur formën të jetojnë, e këtonë, dikush ka gjetur formën, këto minë nuk vinë ata pale, se aji me ata rrugë, nga familje. Po janë bindur që në administrat në atia, ka njerë që nuk ata votojnë, sepse i shonë të bëmë edhe tyre. Ata janë arrogant, ata nuk të vetet lafozesh me ta, ku do që të vesh, nuk gjën formën e mënyrës të imash me dim, po vetet përplasë me arrogancën e tyre, ku do që vetë, ose me paditurin e tyre. Dhe ka thënë se dhe jetë djali shkollë, bashkë me doktor Bimi, dhe dini që një i paditur u bën hatan të tjene, dhe këshunej për e hatë, një i paditur për e hatan, dhe vazhon të për e hatan, dhe delë sigurisht strategu me i math në fund të zgjedhjeve, dhe 4 vjetë u bie krahe dhe i tarë. Ku e kishim në rrugën e Kardikit, se hape dhe? Ku ishte projekti ku e të shonë? Ne shkojmë në Gumenica, në Janirë dhe pagojmë tipi 7 euro. 6 tunele. Kalojmë një tunel në... Një vrim, atje në Logarat, do pagojmë 5 euro. Po një mjesë shërbimi që pagojmë 5 euro në di kalime, janë 300 euro në muaj, po ti me ke grabitur. Po që ne të bëjmë Logarit. Jemi se jemi një qikë të dhe hamo skagje le di marri, po t'i ta bëjë, së shkëshu. Ne vim të zhjemi në shtëpi, po të jetë puna shtetit i me para të vezor, dhe babajt i 30 dolar të jemi fëmijës 3 lek të kaloj ditën. Kështu që unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve tanë në datën 11 të votojnë me mendje në kokë, me dorë në zemër për familjet e tyre, për shtëpitë e tyre, për fëmijët e tyre dhe për jetën e tyre më të bukur. Faleminderit. Të dashur ndjekës, shpresojmë që i kemi dhënë mundësinë me profesorët e Partisë Demokratike për të bërë një pjesë të aksionit të tyre politik, retorikës së tyre politike, që shpresojmë në ditë të vazhdim do vi dhe të shtohet gjithnjë e më shumë të zgjedhjeve, për të ardhur në datën 11 maj, që ne do të jemi është ditë e diel apo jo, se në Shqipëri votohet ditë e diel, kështu që nga ora 7 deri në orën 9 ditën e diel në 11 maj Regjia Nikea Sangelo besoj do të jemi këtu në 11 maj, nga ora 7 mos e shqojmë deri në mesnat, për të marrë lajmin e mirë për ndryshimin e qeverisë sipas profesorit të Partisë Demokratike. Megjithatë ne shpresojmë që gjatë ditën në vazhdim të kemi në këtë studio dhe profesorët të forcave të tjera politike, veçanërisht kandidatët në të gjitha listat, për të dhënë mundësinë për të shpalosur programet e tyre. Urojmë që të gjitha partitë të paktën qytetarëve dhe ne bashkë me ta të na japin platformat e tyre politike për cilat ne do t'i votojmë. I ftojmë të gjithë shqiptarët, kudo që janë, në Shqipëri po jashtë vendit, qoftë me votën e post, por qoftë duke paraqitur në qendrat e votimit në Shqipëri, të marrin pjesë aktive në zgjedhje për të përcaktuar qeverisjen e tyre të ardhshme. Ju falenderoj që na ndoqët sot, si çdo të diel, nga ora 7 deri në orën 9, jemi kthyer fuqishëm, teknika është në nivelin më të mirë, regjia, nga kjo regjia duhet ta dëgjojë në regjisë. Dëgjojmë. Të lutem janë të qetë, jemi në qetë. Po regjia, para se të vësh signën përkundëtare, është mirë të vendosim një pjesë me reklamat për të nderuar sponsorët. Do doja që do t'i lutesha që të gjithëve jepini një follow Saranda Voice edhe në më televizion, që të jeni të lidhur në momentin që fillon emisioni tjetër. Gjithë këto javë në vazhdim do të kemi emisione shumë interesante
edhe të ftuar shumë interesant që besoj do të doni të audigjoni. Zoti Barami është në fakt të përgjegjës edhe për teknikën, për shikueshmërinë, për ndjekjet e komenteve, duhet bëjnë më shumë, mbas edhe me sponsorizime, me qëllim që zëri Sanda Boys dhe në më televizion, i emisioni Crossfire, por dhe formate të tjera të cilat ne jemi duke i përpunuar në ditët në vazhdim, të shkojnë të gjithë qytetarët e Saranës, Delvinës, Finiqit, Konisporit dhe Limanës, me qëllim që në këtë hapësirë të kryejmë, në këtë hapësirë territoriale desha të kryejmë një hapësirë të tillë mediatike ku të gjendet çdo qytetar, çdo komunitet, çdo parti politike, çdo kandidat, çdo program. Natë e mirë dhe mirë dëgjofshim dhe mirë shikofshim të dielën e ardhshme. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjit më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care.